sa është numri I viktimave të cilat kanë pësu prej luftës në Kosovë? Ne kemi dokumentuar 13.535 njerëz të cilët janë vrarë apo janë zhduk në këtë periudhë. Ideja kryesore jona ka qenë që viktimave mund t'ju kthehet dinjiteti vetëm nëse publiku I njeh me emër dhe mbi emër dhe din mbi këto viktima. Ne kemi vendosur që të mbajmë evidencë, pra të regjistrojmë çdo jetë humbur, qoftë ajo viktim apo jo viktim. Çka mundna me mësuna prej luftës tonë në Kosovë? Themi që në Kosovë ma pak janë respektu ligjet dhe zakonet e luftës. Narracioni I saktë, e vërteta, është hapi I parë drejt një paqe të qëndrueshme në të ardhmen. Përshëndetje, nga unë Diana Lusha dhe mirë se vini në podcastin Diana Stories. Sot gjendemi në qendrën e dokumentimit të krimeve të luftës në Prishtinë, konkretisht në Bibliotekën Hifzi Sulejmani, ku për musafir e kemi zotëri Bekim Blakaj, drejtori ekzekutiv I Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë. Gjatë kësaj bisede do mundohemi të flasim për rëndësinë e dokumentimit të krimeve të luftës dhe ballafaqimit me të kaluarën. Bekim, mirë se vjen në podcastin Diana Stories dhe faleminderit që nisni shumë angazhimeve ke gjetë kohë edhe për kontribon në këtë aktivitet. Faleminderit për ftesën dhe është kënaqësi për mua të jem pjesë e Diana Stories. Faleminderit e juve. Bekim, para se me fol për rëndësinë e dokumentimit të krimeve të luftës, unë kisha dashur fillimisht që gjithë ata që po na ndjekin me ju njoft më shumë juve si personalitet, si aktivist. A mundi më na tregu se kur kanë qenë po themi fillet e para, kur ju keni bashkangjit këtyre aktiviteteve në dokumentimin e krimeve të luftës, në këtë rast për viktimat civile? Po, natyrisht, edhe pse nuk jam shumë I prirur me tregu shpesh rrëfimin tim, po unë pothuajse aksidentalisht kam përfundu në Fondin për drejtën humanitare Kosovë. Me qenë se gjatë periudhës së luftës kam qenë I arrestuar nga policia serbe dhe jam mbajtur për një kohë caktuar në burg. Vetmja organizatë e cila më ka ndihmuar mua dhe shokët e mi që ishin të arrestuar ka qenë Fondi për drejtën humanitare, respektivisht zonja Natasha Kandić, me gjithçka që ka mundur të na ndihmoj, po sigurisht ndihma kryesore ka qenë edhe sigurimi I avokatëve mbrojtës për neve, pastaj edhe duke monitoruar gjykimin, duke raportuar mbi të, dhe pasi jam liru nga burgu, pas gati një viti e gjysmë që jam mbajtur në burg, kur kam ardhur në Prishtinë, kam dëgjuar se zonja Kandić është në Prishtinë dhe kam gjetur zyrën e fondit në mënyrë që t'i falenderohem për krejt çka ka bën për neve. Dhe pastaj në një takim mas një bisede të gjatë, në përfundim takimit më ka pyetur se cilat janë planet e mia. Dhe I kam thonë që ende se di, po do shoh, dhe më ka ofruar, ka thonë a kishe punu për Fondin për drejtën humanitare dhe natyrisht nuk më është dashur më mendu fare, kam pranu me njëherë, pa e ditur saktësisht se cila do t'jetë, cili është përshkrimi I punëve të sakta, se për sa gjatë do punoj, a është edhe puna e paguar, apo është vetëm si punë vullnetare. Çfarë moshe ka qenë koha kur je angazhue dhe sa ka qenë arsyet pse je ke qenë I arrestuar? Unë kam qenë student dhe sigurisht ka qenë një gjatë periudhës së luftës, një gjah në studentët shqiptarë që kanë studiuar në Beograd dhe nuk ka pas një arsye, pastaj pas arrestimet kanë ngarkuar çka do që kanë mundur dhe konkretisht akta ndaj me ka qenë përgatitja e veprës së terrorizmit, gjëja ne kishim dashur ta vrisim Miloševićin në Beograd, kështu që kjo ka qenë arsyeja dhe normalisht nuk ka pas asnjë provë sepse s'ka pas diçka të ngjashme. Ka qenë fillim të 20-tave ju ke bashkangjit Fondit për drejtën humanitare me ftesë prej aktivistës Natasha Kandić. Po, zonja Kandić është themeluesi I Fondit për drejtën humanitare, së pari në Serbi, pastaj e ka themelu edhe në Kosovë në vitin 87 dhe ende këto dy
edhe pse ka pas në fakt deg fondi edhe në Podgoricë edhe në Novi Sad, pas një periudhe të caktuar ato janë mbyllur dhe kanë mbetur vetëm zyrja në Beograd dhe në Prishtinë. Pra në fillim të 20-tave, me qenë se ke qenë mesato student, ju ke bashkangjit Fondit për Drejtën Humanitare. Mundesh me na tregu më shumë për në çfarë cilësie je angazhuar në fillim prej Natashës në këtë rast? Po me qenë se ka qenë viti 2000, pra fundi viti 2000, unë me njëherë kam filluar të punoj si hulumtues në projektin që tani ne e kemi emëruar Libër Kujtimi i Kosovës. Atëherë ideja ka qenë që të intervistohen familjarët e personave të zhdukur dhe familjarët e personave të vrarë në mënyrë që të mblidhen informacione mbi viktimat e luftës, pra në këtë rast mbi të vrarët dhe të zhdukurit dhe rrethonat në cilat këta persona janë vrarë apo janë zhduk. Normalisht, në atë kohë nuk kemi pas një ide të qartë se për çka do përdoren pastaj këto materialet mbledhura, pra dëshmit e dëshmitarëve okular, të familjarëve të viktimave apo të dëshmitarëve tjerë të mundshëm, dhe mbledhja e dokumentacionit tjetër nga burimet sekondare, siç janë mediat, raportet e organizatave tjera, jo qeveritare qofshin ato ndërkombëtare, siç është Human Rights Watch, Amnesty International apo vendore. Për neve, në atë kohë ka qenë rëndësishme që të dokumentohen këto krime dhe që viktimat mos të mbesin të harruara, të mos shndrohen vetëm në numra pa e ditur identitetin e tyre. Ideja kryesore jone ka qenë që viktimave mund t'ju kthehet dinjiteti vetëm nëse publiku i njeh me emër dhe mbiemër dhe din mbi këto viktima. Normalisht me kalimin e kohës ne e kemi avancuar punën tonë duke krijuar edhe një formular të caktuar, cilin e kanë shfrytzuar hulumtuesit në terren. Dhe në vitin 2005, në fakt pas një planifikimi strategjik që kemi bërë, kemi ardhur në konkludim që duhet të dëshmohet çdo jetë e humbur, pra të dokumentohet, jo vetëm për të bërë vetëm një listë e saktë e personave që janë vrarë apo janë zhduk, po gjithashtu të mbledhen informacione sa më shumë që është e mundshme mbi rrethonat e vrasjeve të tyre apo zhdukjeve. Prandaj kemi kriju edhe një databazë, pra një software i cili ka shërbyer pastaj që çdo dokument cilën e kemi mbledh mu analizu dhe mu fut në këtë server. Dhe gjithashtu një ndër përfundimet tona në planifikim strategjik ka qenë që duhet të publikohet Libër Kujtimi i Kosovës me narrativet mbi secilin person i cili është vrarë apo zhduk. Pra që nga atëherë, që nga viti 2005 ne kemi pas qartë që çka do t'jetë themi produkti final i këtij angazhimi. Pra një prej aktiviteteve në dokumentimin e viktimave të krimit të luftës është edhe Libër Kujtimi. A mundesh më na dhënë më shumë detaje se kush njihen viktime edhe në kontekstin e luftës, prej cilës periudhe, në cilën periudhë janë marrë këto evidenca për viktimat e krimeve të luftës, që janë mbledh këto informacione? Në fakt, kush njihet viktimë e luftës? Ne kemi zgjeru këtë nocion, ne kemi vendosur që të mbajmë evidencë, pra të regjistrojmë çdo jetë humbur, qoftë ajo viktim apo jo viktim. Pra, pa marrë parasysh statutit të këtyre personave, nëse kanë qenë civil, apo pjesëtarë të Ushtrisë Shërimtare e Kosovës, apo pjesëtarë të ushtrisë apo policisë serbe. Ideja ka qenë që të dihet se kush është vrarë, pastaj rrethana tregojnë se kush është viktim dhe kush është vrarë në betejë apo në luftime. Ndërsa për periudhën kohore cilën ne kemi marrë një periudhë pak më të zgjeruar kohore, nga 1 janari vitit 98, pra pak para fillimit të luftës, zyrtarisht lufta nifet që ka fillu me 28 shkurt të vitit 1998, në Likoshan dhe Qirez,
Dhe e kemi përfshi edhe periudhën e pas luftës deri në përfundim të vitit 2000. Nëse zgaboj në mars të vitit 2000, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq kishte publikuar listën e parë të personave të zhdukur dhe ata e kanë marrë periudhën kohore nga 1 janari vitit 98 deri me 31 dhjetor të vitit 2000. Për neve ka qenë e rëndësishme që mos mu kufizu me njëherë në përfundim të luftës, edhe pse viktimat pas asaj periudhe nuk mund të quhen viktimat të krimeve të luftës, megjithatë janë viktimat të ndërlidhura me luftën. Ka pas persona të vrarë, të zhdukur, ka pas shumë prej tyre nga komunitetet jo shumicë në Kosovë, serbë me tjerë, mirë po ka pas edhe shqiptarë, për shembull ka ndodhur vrasja masive dhe dëbimi i shqiptarëve nga vereu i Mitrovicës, nga qyteti i Mitrovicës në shkurt të vitit 2000 dhe sigurisht që ka qenë e papranueshme për neve që mos t'i përfshijmë ata në projektin tonë. Tek pjesa e dokumentimit ju e përmend që i keni dokumentuar edhe viktimat civile, për ato të armastosura, qofshin të etnisë shqiptare apo të komuniteteve tjera serbe, të komunitetit qofshin rom, ashkali, egjiptian apo komunitete tjera që kanë jetuar atë në Kosovë. Unë kisha dashur me ditë se ku qëndrojnë asot me gjetjet për këto viktimat e krimeve të luftës. Sa është numri i viktimave të cilat kanë pësu prej luftës në Kosovë? Po, ne në bazë të dhënave që kemi mbledh gjatë periudhës 25 vjeçare, kemi kriju, pra i kemi parafërta edhe statistikat mbi numrin e të vrarëve dhe të zhdukurve në këtë periudhë. Duke përfshi krejt periudhën kohore, prej 3 viteve, nga 1 janari vitit 98 deri në fund të vitit 2000, ne kemi dokumentuar 13.535 njerëz të cilët janë vrarë apo janë zhdukur në këtë periudhë. Shumica dërmuese prej tyre, 10.812 janë shqiptarë, 2.197 janë serbë, janë, nëse zgaboj, 96 bosnjak nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptas, janë dikon rreth 300 persona të cilët janë vrarë dhe pastaj të tjerët. Pra, shumica dërmuesës shqiptarë pastaj janë, siç e thash, 2.197 serbë kështu në radhë. Sa i përket statusit të viktimave, pra tek shqiptarët dikon rreth 80% prej tyre ka qenë civil, cilët nuk kanë marrë pjesë aktive në luftë, ndërsa diku rreth 20% kanë qenë pjesëtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, dhe edhe pse jo të gjithë në momentin e vrasjes kanë qenë persona të armatosur dhe të uniformuar. Ka pas raste ku në momentin e vrasjes ata pjesëtarë të UÇK-s, cilët pastaj janë shpallë dëshmor, kanë qenë të armatosur dhe si tillë po që janë viktima të krimeve të luftës, sepse nuk janë vrarë në fushë betejë, po jashtë saj. Të serbët, përqindja ndryshon, nëse zgaboj janë dikon saktësisht rreth 1.000, respektivisht 999 pjesëtarë të ushtrisë të Jugosllavisë dhe forcave policore serbe, ndërsa 1.198 janë civil, pra ka pak ma shumë civil, po raporti është dikon 48% pjesëtarë të forcave serbe dhe 50% ose diçka ngjashme civil. Kur bëhet fjalë te pakica tjera, shumica dërmuese prej tyre ka qenë civil, pra nuk kanë qenë pjesëtarë të asnjë formacioni ushtarak. Po nëse më lejoni këtu e kisha bën një digresion sepse në shumë vite më parë në Sarajevo është një organizatë e cila ka quhet Research Documentation Center, dhe ata kanë publikuar një libër që e kanë quajtur libri Bosnjakit e vdekurve, pra me emrat e personave që janë vrarë apo janë zhdukur gjatë luftës në Bosnjë. Po, atje numri është shumë i madh, janë dikun rreth 96.000 persona të cilët janë vrarë apo janë zhdukur gjatë luftës së Bosnjës dhe Hercegovinës. Mirë po përqindja atyre ndryshon në raport me Kosovën. Sipas po të njëjtit burim, pra asaj organizate,
dhe librit Bosnjakët e vdekurve, dikun rreth 55% të numrit përgjithshëm që në ra apo në zhduk në Bosnjë e Hercegovinë kanë qenë pjesëtar të formacioneve të armatosura, qofshin bosnjake, pra armata e Bosnjës dhe Hercegovinës, ushtrisë serbe të Bosnjës apo formacioneve kroate, ndërsa 45% kanë qenë civil, nga të gjitha bashkësitë etnike atje. Dhe kjo normalisht na sjell në konkludim që në Kosovë, në përqindje, ka pas shumë a shumë civil që kanë mësu se sa në luftën e Bosnjës. Sigurisht me numra në Bosnjë, numrat janë shumë atë lartë, mirë po me përqindje ka pas ma shumë civil, dhe kjo dëshmohet edhe me vrasjet themi targetume të civilve. Shumica masakrave në Kosovë kanë ndodhur tilla që me qëllim, në shumë raste edhe nga afërsia janë vrarë civil, qofshin fëmijë, gra, pleq, burra. Dhe me këtë mund të themi që në Kosovë ma pak janë respektu ligjet dhe zakonet e luftës dhe ka pas shumë a shumë krimet qëllimshme ndaj civilve. Kur jemi te shifra 13.535, këtu do me thonë nuk janë vetë ata që i kanë humbur jetën, edhe ata që janë zhdukur. Brenda kësaj kategorie, brenda këtij numri hinë edhe ata që janë zhdukur. Sa është numri i personave të zhdukur që kanë jetuar në atë kohë Kosovë, qytetarëve të Kosovës, që ende janë pa gjetur tash? Sot kur po flasim, numri i personave të zhdukur është rreth 1.600, në varësisht cili burim, pra institucionet kompetente si që është Komisioni Qeveritari për persona të zhdukun dhe organizata tjera e përmendin këtë numër, pra rreth 1.600 sot janë të zhdukur. Ndërsa, me qenë se përmena ma herët listën e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq e publikuar në vitin 2000, në majt vitit 2000, atëherë janë të kanë të raportuar rreth 4.500 persona të zhdukun, pra me vite, numri i personave të zhdukun është zvoglu, sepse ka pas identifikime masive, pra janë gjetë varrezat masive në Serbi, edhe në për Kosovë dhe janë identifiku, mirë për me kalimin e kohës, pastaj ky trend ka ra dhe sot ka fare pak progres në identifikimin e personave të zhdukun. Sot janë disa nga arsyet cilat ka mungesë progresi tash me identifiku persona që janë zhduk. Tash janë bërë 26 vjetë në asë luftës. Sot janë disa prej sfidave të juja që si organizat keni problemi identifiku personat e zhdukur? Ne në rend parë si organizat jo qeveritare nuk kemi mandat me hullumtu, respektivisht me gjurmu për personat të zhdukun. Ne janë institucionet kompetente që merren me sumimin, me mbledhjen e informacioneve mbi lokacionet e mundshme të varrezave të ndryshme, po sigurisht askush në ndalon më hullumtu për fatin e personave të zhdukun. Megjithatë, tani 26 vite pas përfundimit të luftës, problemi kryesor paraqitet te mungesa e informacionit të besueshëm mbi vend ndodhjen apo lokacionin e saktë të varrezave, dhe edhe më e vështirë është të gjenden informacionet për në rast se trupat e personave të zhdukun janë asgjësuar, aty nuk mund të flitet pastaj për asnjë provë materiale, nuk ka trup, nuk ka varrez, pra është jashtëzakonisht i vështirë më ardh të një informacion. Pra informacionet për raste të tilla mund të jenë në posedim të personave që janë edhe përgjegjës për kryerjen e atyre krimeve dhe normalisht ata nuk janë të gatshëm që ti japin ato informacione, se pastaj është edhe përgjegjësia penale që i përcjell ata. Kështu që këto janë ndër arsyet kryesore, gjithashtu me kalimin e kohës pastaj edhe nëse bëhet fjalë për varrezat, cilat janë më të vogla, me numër më të vogël të individëve, janë mbuluar, nuk ka asnjë shenjë që mund të ofrojë ndonjë ide se mund të ketë aty varrez masive, pra tereni ka ndryshuar. Kjo është dëshmitar ndoshta
nuk munden mund gjetë që kanë qenë para 26 vjetë dhe kanë mund me ndru jetë dhe e banë hala ma të vështirë gjetjen e personave të zhdukur. Kur janë të personat të zhdukur, për gjithë ata të rinë që po na ndikën ose qytetarët të Kosovës që nuk kanë informacion, në kisha dashur me ditë se si që ndrojna me numra, se gjithë e kena përshtypjen që mes në personave të zhdukur janë vetëm komuniteti shqiptar i Kosovës. A ka pasur humbje edhe prej komuniteteve të tjera që kanë jetu në Kosovë? Po, sigurisht edhe, sikur se edhe për personat e vram, edhe personat e zhdukun, pra, i takojnë komuniteteve të ndryshme. Nuk e di nëse mund t'jem kreti sakt, po nga 1600 persona zhdukun, janë dikun rreth 400 cilët i përkasin komunitetit serb, pastaj disa dhjetra mund të ketë komuniteteve tjera. Sigurisht shumica dërmuese në këtë rast, pothuaj se afër 1200 janë shqiptarë. Pra njëri prej aktiviteteve të Fondit për Drejtën Humanitare është dokumentimi i viktimave të luftës, i gjithë personave jetave të humbur, jetave që janë humbur gjatë luftës. Sot janë disa nga aktivitetet e tjera që ju si organizat mirëni në kuptimin në sensin e ballafaqimit me të kaluarën edhe drejtsinë tranzicionale. Përveç hulumtimeve në projektin Libër Kujtimi i Kosovës, ne më njëherë pas luftës, në fillim të vitit 2000, kur filluan gjykimet për krime lufte ndaj kryerësve të atyre krimeve këtu në Kosovë, vendosëm që ti monitorojmë seanca gjyqësore, të cilat zhvilloheshin, dhe që nga atëherë, ne pra monitorues tanë janë në çdo seancë gjyqësore për krime lufte që ndodhë në Kosovë. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme për ne, pra ti përcjellim gjykimet, të njëjtin kohë të mbledhim materiale nga këto gjykime, neve na shërbejnë goxha mirë akt akuzat, akt gjykimet në rastet e krimeve të luftës, sepse njëjtat futen në këtë databazën që përmenda. Mirë po, kemi publiku rregullisht, pra publikojmë raportin vjetor mbi proceset gjyqësore për krime lufte, gjithashtu bëjmë analizat ndryshme dhe në këtë projekt ne përfshim rregullisht edhe një numër të caktuar të studentëve, të juridikut, qoftë të fakultetit të universitetit publik, po dhe të universiteteve tjera, që përveç që bëjnë një punë që është e dobishme për neve, ata dhe ngriten profesionalisht në këtë fushë. Definitivisht po. Kemi mbledhur edhe dokumentacionet nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavi, i cili është jashtëzakonisht i vlefshëm, është një ndër burimet më të sakta të informacionit mbi krimet e kryera në Kosovë, dhe gjithashtu po tentojmë tani që të monitorojmë edhe punën e dhomave të specializuara të Kosovës. Pra ky është një projekt afatgjatë yni dhe ne do vazhdojmë ta zbatojmë këtë projekt edhe në të ardhmen. Dikun në vitin 2012, nëse s'gaboj, kemi dizajnuar një program të ri, i cili është jashtëzakonisht i nevojshëm, mendoj. Ne kemi quajtur edukimi jo formal i të rinjve mbi drejtsinë tranzicionale, në kuadër të cilit projekt ne mbajmë ligjërata dhe punëtori me nxënës të shkollave të mesme, me studentë të universiteteve të ndryshme. Gjithashtu organizojmë një shkollë verore mbi drejtsinë tranzicionale, e cila tashmë është bërë tradicionale në bashkëpunim me Dokufestin. Se ka lidhur nevoja për promovimin e drejtësisë tranzicionale në këtë rast përmes edukimit jo formal? A keni pa mungesë në shkolla publike, në literaturën e historisë, ku ka qenë nevoja që ju në këtë rast i organizat me marrë këtë komponentën e edukimit për promovimin e drejtësisë tranzicionale, edhe edukimit të studentat? Më thonë drejtën, ky program ka fillu edhe ky pothuajse aksidentalisht, sepse më kujtohet në vitin 2011 Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavi ka pas një zyre në Prishtinë, kuadër të cilët ka funksionuar edhe zyra e tyre për komunikim dhe ndërgjegjësim, apo është të quajtur outreach office. Bashkë me ta kemi organizuar, në fakt ata na u kanë qasë me idenë që bashkarisht mi organizu një 15 ligjërata në shkollat mesme në Kosovë,
Ideja tyre ka qenë që të bëjnë një prezantim mbi procedurat gjyqësore që zhvilloheshin në Hagë, me disa dhëna bazike mbi Tribunalin e Hagës dhe elemente tjera, ndërsa ne në ato ligjërata kemi prezantuar dhënat tona preliminare mbi libër kujtimin e Kosovës, dhe aty kemi kuptuar që gjeneratat e reja, atëherë ishte, themi, 10 vite pas luftës ose 11, kishin një deficit madh njohurive mbi çka ka ndodhur në Kosovë, pra kishin dhëna të pasakta, të njëanshme mbi krimet e kryera në Kosovë, mbi viktimat, e pastaj nuk ishin pothuajse fare informacion mbi drejtësinë tranzicionale, mbi mekanizmat e drejtësisë tranzicionale, e aq më pak mbi rëndësinë e zbatimit të këtyre mekanizmave, diçka që na menojmë që është jashtëzakonisht, themi, është e papërshtatshme që një vend i cili ka dalë nga një luftë me aq shumë viktima dhe humbje, dëme materiale, me aq shumë trauma, të mos ketë një program ose të mos përfshihet në edukimin formal pjesa e ballafaqimit me të kalumen. Është shumë e rëndësishme që trit e një vendi i cili ka kaluar në për një periudhë kohore, me ballafaqim me të kaluar, me njoftë. Ti kanë dhënat e sakta se çka ka ndodhur, e gjithashtu me njoftë proceset, sepse shumë shpesh ka pas keq kuptim të proceseve të ndryshme, të cilat janë zakonshme në fushën e drejtësisë tranzicionale. Prandaj ky ka qenë momenti kur kemi menduar që është e dobishme që të punohet në këtë aspekt, që gjeneratat e reja dinë më shumë mbi të kalumen, edhe të kuptojnë se sa e rëndësishme është ballafaqimi me të kalumen në mënyrë që të kapërcehet ajo, duke mos e harruar të kalumen dhe duke i adresuar nevojat e komunitetit viktimave. Kjo është çaj procesi, çaj misioni i drejtësisë tranzicionale që një shoqëri e cila ka dalë nga një luftë apo nga një regjim autoritar më gravitu drejt një paqe të qëndrueshme në të ardhmen, po sigurisht duke i trajtu, duke njoft kalumen dhe duke i trajtu nevojat e viktimave. Kjo ka qenë ideja pse kemi filluar me këtë. Edukimi formal, po se për me konfirmua dhe ata që thatë unë jam fëmijë luftës edhe në librat e historisë, qoftë shkolla fillore, qoftë shkollat e mesme, kur kemi folur për luftën, nuk kanë shumë subjektive, ma shumë kemi pas informata për viktimat, qofshin civile, qofshin për forcat e armatosura të komunitetit shqiptar, por shumë pak kemi pas informata për komunitetet e tjera që kanë pasur prej luftës. Kështu që nevoja për me pas informacione për drejtësinë tranzicionale është shumë e rëndësishme për fëmijët e luftës, për gjeneratat e reja që nuk janë shumë familjare me luftën. Jo thanë që në tema thjesht drejtësia tranzicionale, në këtë rasti komponente e edukimit e jo, është ballafaqimi me të kalumen, se duke njoft kalumen, çka ka ndodhur, çka kena përjetu për të kalumës, na e kena më atlet me ndërtu paqe dhe mos më përsërit prap lufta. Në këtë drejtim, kur jemi te drejtësia tranzicionale, unë kisha dashur me di se cilat janë mekanizmat e drejtësisë tranzicionale për ballafaqim me të kalumen, cilën ju në këtë rast i edukani të rinjtë e Kosovës. Po, në teorinë e drejtësisë tranzicionale janë një 4 mekanizma kryesor, cilët normalisht duhet mo zbatu në mënyrë holistike, paralele, dhe mos të ketë zbatim të njerës shtyllë ndërsa ngjecje tek të tjerat. Ne zakonisht kur flasim me student tonë i shohim përmes prizmës së nevojës së viktimave dhe të qytetarëve të vendit. Pra, e drejta në drejtësi është një shtyllë e më e rëndësishme e drejtësisë tranzicionale, pra viktimat kanë nevojë që ata që ju kanë shkaktuar dhimbje, dëme të përgjigjen para drejtësisë. Pra, ndjekjet dhe gjykimet penale ndaj kryesve të krimeve është shtylla kryesore e drejtësisë tranzicionale. Megjithatë, përvoja gjithandej botës tregon që kjo nuk ka ndodhur. Në shumë të rasteve që njihen si raste pozitive është kur spaku përgjegjës kryesor të krimeve që janë shkaktuar gjatë një lufte janë përgjigj para drejtësisë, si për shembull procesi Nürnbergut. Mirë po, në gjitha luftrat, gjithandej botës, kur nuk është mbërrit që
të gjithë përgjegjës për ato krime janë përgjegjë për e drejtësisë. Ka raste të shumta që asnjë s'u përgjigj. Mirë po, ideja është që institucionet e shtetit duhet të bëjnë maksimumin që të sjellin para drejtësisë secilin individ i cili ka kryer krime gjatë luftës. Kjo është shumë e rëndësishme në disa aspekte, përveç ofrimit të drejtësisë viktimave, është e rëndësishme që të ndiqet të mos lejohet mos ndëshkushmëria, sepse nëse ndodh mos ndëshkushmëria, atëherë personat e njëjtë mund ta përsërisin veprën, apo persona tjerë do shohin, do thonë nuk mund të kryen krime dhe mos përgjigjesh para drejtësisë, mirë po shumë e rëndësishme është që e vërteta pastaj mu konfirmu para gjykatave. Po mungesë këtyre, atëherë janë të rëndësishme mekanizma tjerë të drejtësisë tradicionale. E drejta për të ditur është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pra, në rast se një shtet, institucionet e një shtetit nuk mund ju garantu drejtësisë viktimave, atëherë është e domosdoshme që spaku ato viktimat t'i pranoj si tilla, t'i njeh si viktima dhe t'ja njeh vuajtjen. Prandaj janë të rëndësishme komisionet e së vërtetës, mekanizma të cilë e kanë si mision me mbledh krejt faktet, krejt provat, gjithçka që është e mundshme, në mënyrë që me bëni raport me gjetjet e sakta mbi viktimat, mbi krimet, mbi kryerjes të krimeve. Kjo është e rëndësishme që të krijohet çaj narracioni i sakt mbi të kalumen. Dhe unë besoj fuqishëm që narracioni i sakt e vërteta është hapi i parë drejt një paqe të qëndrueshme në të ardhmen. Nëse njëra palë apo dyja palët që kanë qenë palë ndërluftuese nuk e pranojnë vërtetën, e mohojnë atë, nuk e kanë një narrativë unike për ata që kanë ndodhur, i mohojnë krimet apo viktimat, atëherë gjithmonë mbetet potenciali që në të ardhme herët avon muri përsërit dhuna, muri përsërit çaj cikli i dhunës apo i luftës. Për ndalu këtë, duhet me nxjerrë të vërtetën e saktë dhe mu pranu si e tillë. Sigurisht kur nuk do të ketë 100% pajtim mbi të kalumen, për spaku ato faktet kryesore të njihen dhe të pranohen nga të gjithë. Shtylla e tretë, pra kjo ishte e drejta për të ditur, e cila zakonisht realizohet përmes komisioneve të së vërtetës, ndërsa shtylla tjetër ka të bëjë me reparacionet apo çdëmtimet, kompensimet e viktimave. Kjo mendoj që gjithashtu është tepër e rëndësishme, viktimat kanë nevojë mu riparu, dhe reparacionet ndahen në dy grupe kryesore, janë reparacionet materiale, pra qepen formë kompenzimit material, qoftë në ndërtimin e shtëpive të shkatrume, në ofrimin e pensioneve për familjarë të personave të vrarë dhe të zhdukur, apo mënyra tjera me edukimin pa pagesë, kanë lirime edhe kur të marrin shërbime mjekësore, pra familjet e viktimave. Dhe jo ma pak të rëndësishme janë reparacionet simbolike, një ndërto në fakt shumë rëndësishme është kërkimfalja nga ana e palës e cila ka shkaktu nga agresori, diçka që për fatkeq nuk ka ndodhur tek ne. Këto janë jashtëzakonisht rëndësishme, po gjithashtu edhe reparacione tjera simbolike, siç janë memorialet, vendosja e emrave të rrugëve, të parqeve, të sheshëve, në nder të viktimave, e ka plot mënyra tjera të reparacioneve simbolike, edhe pse disa ekspertë këtë fushën e memorializimit e numërojnë si shtyllë të posaçme drejtësisë tradicionale, respektivisht shtyllën e 5 të drejtësisë tradicionale, ne ende e shohim si pjesë e reparacioneve simbolike. Dhe shtylla e katërt, e cila gjithashtu është shumë rëndësishme, janë reformat institucionale që duhet ndërmarrë një vend i cili ka dalë prej lufte, në mënyrë që mi u garantu qytetarëve të vetë që kur më nuk ka mu
ripërsërit e kalumja, po garancioni i mos përsëritjes është njifet. Ç'është mund me ndodhë këto reforma institucionale në këtë rast në dy shtetet që janë përfshira? Po, edhe shtyllat paraprake e suportojnë e ndihmojnë shumë garantimin e mos përsëritjes, po janë edhe disa elemente të posaçme që duhet mi ndërmarrë shteti në mënyrë që mu arrit garantimi mos përsëritjes. Zakonisht në luftrat apo në konfliktet ku ka pas një ushtri guerile, kur të përfundon lufta, ma nuk ka nevojë të ketë një tillë. Prandaj ndërmerret çarmatimi, demobilizimi dhe reintegrimi i asaj ushtrie është shumë i rëndësishëm. Duhet zbatohet vettingu, është shumë i rëndësishëm, pra personat të cilët kanë pas një rol gjatë luftës e kanë ndihmu palën agresore, ju kanë shërby, dhe ata që ndoshta nuk janë penalisht përgjegjës, megjithatë i kanë shërby në regjimi, duhet largohen nga këto pozita. Nuk mundet që një person i cili i ka shërby një regjimi tillë të punoj prapë në themin komunë, t'ju jep shërbime qytetarëve të cilëve ja u kishte shkel drejtat ma herët. Pra, kjo është e rëndësishme. Reformat strukturore janë tepër të rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për regjimet diktatoriale, siç janë regjimet komuniste. Duhet mundru korniza ligjore dhe gjitha institucionet duhet mu bëhet të përgjegjshme ndaj publikut. Në regjim komunist, askush s'ka mujt me pyet, më kërku llogaridhënie nga këto institucione. Në mënyrë që mu garantu mos përsëritja, gjitha institucionet, edhe ato të sigurisë, duhet më kanë llogaridhënëse ndaj qytetarëve, ndaj mediave e kështu me radhë. Kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme. Kur bëhet fjalë për institucionet e sigurisë, ato duhet mi kriju brenda vetes disa mekanizma që i mbikëqyrin pak, ashtu quhen mekanizmat mbikëqyrës, për shembull, konkretisht me ilustru, Policia e Kosovës e ka inspektoratin e policisë, ata janë përgjegjës me pa mbikëqyrë se a mos dikush prej pjesëtarëve të policisë po i te kalon kompetencat dhe po bën shkelje drejtave të njeriut. Pra, këto janë disa masat cilat mujnë më garantu mos përsëritjen, edhe përfundimisht, tepër është rëndësishme që të ketë elementin e edukimit. Jo veç për të rit, për cilë të folem pra e kaluara dhe rëndësia e zbatimit mekanizmave drejtësisë tranzicionale duhet në përfshi në për tekstet shkollore, qofshin të edukatë qytetare apo të historisë, po duhet më dizajnu programe të trajnimit apo të edukimit edhe për zyrtar administrativ, të administratës, dikush që punon me palë, qoftë nivel lokal në komunë, po edhe në nivel qendror, duhet mu përditësu me standardet ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Sepse shpesh herë ndodhë që dikush më bën shkelje drejtës qytetarëve pa qenë i vetëdijshëm se po e bën. Prandaj duhet mu përditësu me standardet ndërkombëtare. Pra, krejt kjo fusha e reformave institucionale si garantimi mos përsëritjes ka të bëjë që mos me leju që në mënyrë sistematike mu shkel drejtat e njeriut nga ana institucioneve. Kjo është e rëndësishme. Edhe prandaj është e mirë mu zbatu. Me kemi përmende 4 mekanizmat e drejtësisë tranzicionale të cilat ndikojnë në ballafaqim me të kaluar. Ne përmende që është njëna prej shtylla mekanizmi e drejta për të ditur, e drejta për drejtësi, është reformat institucionale, po ku qëndrojnë janë edhe pjesa e reparacionit, dëshpërblimeve simbolike, dëshpërblimeve materiale, ku qëndrojnë na si palë, qoftë si Kosovë, qoftë si Serbi, në implementimin e këtyre mekanizmave të drejtësisë tranzicionale, ku janë sfidat si është gjendja në implementimin e këtyre mekanizmave? Mendoj që Kosova ka bo ma mirë se Serbia, ndoshta dhe se vendet krejt rajon, sa i përket kësaj fushe. Sidomos tek reparacionet, është që moti janë sjell ligjet që i garantojnë
familjarëve të viktimave të përfitojnë një lloj. Në vend se tash agresori që supozohet që me dhënë reparacione, tash na si shtat viktim vetë duhet, është përgjegjësi e shtetit që t'i ofrojë qytetarëve të vetë reparacione pa marrë parasysh kush është agresori. Në të ardhmen, nëse mundet Kosova të kërkojë reparacione nga Serbia, do të ishte dëshirueshme, po është obligume që vetë mi riparu viktimat pra sa mundet. Edhe në reformat institucionale ka pas një progres, çarmatimi, demobilizimi dhe reintegrimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës ka ndodhur shumë shpejt, edhe shifet si një ndër proceset më të suksesshme të ngjajshme, sigurisht reformat institucionale, korniza ligjore është shumë moderne në Kosovë, janë përfshirë gjitha standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, janë përfshirë konventat për drejtat të njerëzit, kështu që spaku në letër qëndron shumë mirë Kosova. Kur bëhet fjalë për dy shtyllat e para, aty ka ndoshta ngecje, ndjekjet dhe gjykimet penale, pra e drejta për drejtësi për viktimat nuk është realizu. Këtë tregojnë edhe statistikat, duke i përfshirë edhe gjykatat të tjera, Tribunalin e Hagës, një gjykatë në Serbi, po edhe gjykatat e Kosovës, deri me tani dikun rreth 80 persona janë dënuar me gjykim të lehtëfuqishëm për krime lufte në Kosovë, për 26 vite. Pra, ndërsa vetëm të vrarë dhe zhdukur kemi me ma shumë se 10.000 civil. Kjo tregon mjaftueshëm se sa pak viktima kanë pa drejtësi, edhe ne nuk mund të jemi të kënaqur as komuniteti viktimave për fat keq. Sigurisht kjo ndikohet edhe nga faktorë tjerë, nuk është përgjegjësia me të vërtetë vetëm te prokuria, departamenti për krime lufte i prokurisë speciale, po ka sfida tjera të ndryshme, një ndër to është edhe mos ekzistenca e vullnetit të Serbisë, dhe tërgoneve të Serbisë më bashkëpunu me Kosovën. Prandaj në Kosovë kanë mundësu edhe gjykimet mungesë, diçka që sigurisht ka më përcjell me sfida të ndryshme. Kur bëhet fjalë për të drejtën për të ditur, mendoj që shoqëria civile ka bërë shumë. Ka një numër të madh të organizatave jo qeveritare që kanë dokumentuar segmente të caktuara apo kategori të caktuara të viktimave. Normalisht për luftën e Kosovës është ndëgjuar shumë, është shkruar shumë edhe nga shtypje ndërkombëtar, pra ka një lloj ka dhëna mirë, po nuk është themeluar në Komisionin së Vërtetës dhe çdo dhëna nuk pasqyrohen, kërkon nuk janë përfshirë as në tekstet e historisë, as në programet të ndryshme të edukimit dhe si pasojë e kësaj janë kriju narracionet në baza etnike, shqiptarët e kanë narracione vetë, serbët e kanë narracione e vetë, tjerë gjithashtu narracionet që nuk përputhen dhe cilat sigurisht që mujnë më krijuar tensione në momentet caktuar mes komuniteteve të ndryshme. Ju e përmend që Kosova është nga bashkëpunuese në implementimin e mekanizmave drejtësisë tranzicionale, qoftë në drejtën për të ditën, qoftë për ndjekje penale për autorët e krimeve të luftës, po Serbia në këtë rast sa është bashkëpunëtore në atina që nuk është shumë bashkëpunëtore, po ndoshta më mirë pyetja kishte më qenë pse Serbia nuk bashkëpunon në implementimin e mekanizmave drejtësisë tranzicionale. Serbia në Serbi nuk është që ka pas një vullnet politik për mu zbatu mekanizmat e drejtësisë tranzicionale. Në një kohë caktuar të shkurtër zatën, Serbia i ka pas bë do hapa në sidomos zbatimin e shtyllës së parë drejtësisë tranzicionale, e drejta për drejtësi, ka pas procese gjyqësore, të cilat edhe kanë përfunduar me aktgjykime dënuese ndaj disa kryesve të krimeve të luftës në Kosovë. Mirë po, ma vonë u shuaj vullneti politik dhe ndoshta një 7-8 vitet e fundit nuk ka pas asnjë akt akuzë tre ndaj ndonjë personi apo ndonjë grupi personash që kanë kryer krime lufte në Kosovë. Pra, e saktë është që nuk ka pas vullnet politik. Sa i përket shtyllës së dytë për
Drejtën për të ditur, sigurisht Serbia nuk ka asnjë motiv që të bëj këtë, sepse sigurisht institucionet e sigurisë serbe, ushtria e Jugosllavisë në atë kohë dhe policia serbe kanë kryer krime masive në Kosovë dhe ata nuk janë që dëshirojnë me pranu krimin. Po, mi pranu këto fakte. Për reparacionin gjithashtu, puna qëndron shumë keq atje, edhe pse ka pas disa raste ku në këtë rast partnerët tonë në Beograd, Fondi për Drejtë Humanitare ka bërë padi civile ndaj shtetit Serbisë, duke kërkuar dëmshpërblim material për disa viktima, cilat janë konfirmuar si tilla në gjykata, qofshin në Serbi, po e ka provu edhe me Tribunalin e Hagës. Pra, Tribunali i Hagës ka vërtetuar se prej forcave serbe janë vrarë këta njerëz dhe familjarët e tyre. Fondi për Drejtë Humanitare ka bën padi në emër të tyre familjarëve dhe në disa raste, normalisht numri shumë i vogël, është fituar një lloj reparacioni. Po, këto janë raste shumë të pakta dhe normalisht që s'janë mjaftueshme. Kur bëhet fjalë për reformat institucionale në Serbi, pothuajse nuk është i angazhuar. Personat të cilët kanë qenë përgjegjës edhe pse tashmë në moshë, po megjithatë ende kanë qenë për një kohë gjatë pjesë e institucioneve, ende kanë qenë personat të cilët janë bile edhe ata që janë dënuar me një gjykim plot fuqishëm në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi, pas përfundimit dënimit janë pritur si heronjë dhe si tillë trajtohen në Serbi dhe kjo sigurisht nuk i kontribon një paqe në të ardhmen dhe asnjëse një pajtimi. Ju po në njëtoni që nuk ka bashkëpunim të mirëfillt me në këtë rast Serbisë dhe Kosovës në implementimin e drejtësisë tranzicionale. Në kuptimin me shoqërinë civile, ju keni bashkëpunim të mirë këtë rast me Fondin për Drejtën Humanitare në Serbi, edhe keni një versant njëjtë edhe të pranueshëm sa i përket numrit viktimave që janë humbur gjatë luftës, apo? Duhet me thonë me plot gojë që shoqëria civile në Serbi ka qenë dhe është jashtëzakonisht e zhvilluar me një integritet e besa dhe me guxim. Po të mos ishte shoqëria civile, mendoj që në Serbi do të ishte një terr krejtësisht mbi të kalumen, po kanë qenë organizatat e shoqërisë civile, cilat në mënyrë sistematike, permanente, i kanë nxjerrë dhonat mbi krimet e kryme nga forcat serbe, qoftë në Kosovë, qoftë në Bosnë e Hercegovinë, dhe është një drejtare e informimit saktë dhe ngritjes së dijes qytetarëve të Serbisë mbi atë se çka ka ndodhur në kalumen. Pra, është jashtëzakonshme dhe me të vërtetë duhet pranuar kontributi i jashtëzakonshëm i shoqërisë civile në Serbi, edhe pse i kanë limitet e veta, nuk mund të dalin përtej themi mandatit tyre, mirëpo kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në promovimin e të vërtetës, në krijimin e qasaj bashkëndjenjes apo empatisë me komunitetin e viktimave, kështu që po të mos ishte për ta, Serbia me të vërtetë do të ishte krejtësisht në terr mbi atë se çka ka ndodhur në kalumen. Çka mendoni që do të ishte zgjidhje për ballafaqim me të kalumen në drejtinë tranzicionale, me qenë se institucionet e Serbisë ende nuk janë të gatshme për bashkëpunim, ata ende nuk e njohin si subjekt ndërkombëtar Kosovën, nuk e njohin krimet e luftës Kosovë. Cila mendon se do të ishte zgjidhja që me u njoft krimet e luftës, me pas drejtësi tranzicionale, me qenë se nas institucione nuk qoftë prej palës Serbisë në këtë rast e cila është me impakt më të madh këtë drejtim, nuk është bashkëpunuese. Cila është zgjidhja që me pas drejtësi tranzicionale gjitha viktimat e krimeve të luftës me realizu drejtat e tyre? Po sigurisht që është një sfidë jashtëzakonshme. Ju e keni dhënë maksimumin siç është një civile. Definitivisht, po është sfidë jashtëzakonshme dhe kjo sigurisht përcillet shumë me politikën ditore edhe me politikën shtetërore të vendeve në rajon, sidomos të Serbisë, prandaj edhe ka aq shumë barriera që të zbatohen mekanizmat e drejtësisë tranzicionale në rajon. Është e rëndësishme që asnjëherë mos ndalet tentimi që ma vendos një lloj komunikimi edhe një lloj debati mbi të kalumen, që të ofrohen faktet, provat,
Shpresoj që do të ketë një ndryshim të kursit institucional, jo vetëm në Serbisë, por të krejt vendeve të rajonit, që përfundimisht ta fillojë një lloj bashkëpunimi qoftë edhe në nivel shumë të ulët, po të fillojë një lloj bashkëpunimi në gjitha fushat e drejtësisë tradicionale, duke filluar me të ashtu quajtën ndihmën juridike mes prokurorive për procedimin e lëndave për krime lufte, se në fund ditës është e rëndësishme për secilin vend që ta luftojë mos ndëshkueshmërinë, sepse personat që kanë kryer krime mund të jenë të bojnë probleme dhe aty ku jetojnë sot. Pra ata që kanë kryer krime në Kosovë, sigurisht edhe në Serbi do vazhdojnë me, jo me krime lufte, po me veprimtari kriminale. Po ideja është, domethënë, të mbahet dialogu, bashkëpunimi, sigurisht kur s'ka më kanë lehtë, mirë, po kur të fillon një herë, pastaj mund të intensifikohet. E rëndësishme është, tejet e rëndësishme është që gjeneratat e reja të përfshihen në këtë debat, të ballafaqohen me fakte, normalisht gjithmonë të kenë mundësi që të debatojnë qoftë edhe nëse tentojnë më mohu diçka, por e rëndësishme është që mos lejohet krijimi përfundimtar i çatij narracionit të pasakt, sepse ai gjithmonë do të jetë potencial për një cikël dhunës në të ardhmen. Kjo është e rëndësishme dhe pa rolin e institucioneve është vështirë këtu të bëhet diçka. Ndërsa përfundimisht një komision i përbashkët i së vërtetës nga gjitha vendet e dalja nga Jugosllavia, mendoj që do të ishte shumë frutdhënës, sepse pastaj do të mësohej krejtësisht çaj procesi i shpërndarjes së Jugosllavisë dhe roli i secilit shtet në atë proces dhe në kryerjen e krimeve të luftës. Tek i fundit është e rëndësishme që secili vend mu ballafaqohet me të kaluamën e vet dhe ka modele të tilla. Unë mendoj që modeli i Francës edhe i Gjermanisë është jashtëzakonshëm. Gjermania duhet më shërbyer si një model i jashtëzakonshëm mbi atë se si duhet një popull, një vend, më ballafaqu me të kaluamën e vetë. Njerëz që i kam dëgju, që kanë folë në mënyrë më të zjarrt kundër holokaustit kanë qenë gjermanët. Kanë qenë bartës të institucioneve gjermane dhe kjo është të përshëndetur. A mendon se ka shpresë në Kosovë, të marrë parasysh se ju e keni edhe komponentin e edukimit, e përmendet që gjenerat e reja nëse informohen mbi kaluarën, mbi luftën që ka ndodhur në Kosovë. Ju keni shumë aktivitete në trajnimin e terenëve mbi ballafaqimit të kaluarën, e di që keni programe shkëmbimore me Serbisë dhe Kosovës dhe gjitha komuniteteve të përikura. A mundi më na ndosë me neve se cila është përvoja juaj me këta të rinj? Si e shohin luftën prej këndvështrimit prej tash? Sa janë si qëndrojnë me narracionin mbi luftës, sa shini shpresë të këta të rinj që nuk kam e pasë me thonë këtë versionin edhe narrativën subjektive mbi ata se çka ka ndodhur në luftë. Po përvoja jonë ka tregu që të rinjt me të vërtet janë shumë ndjehapur. Problemi është që të rinjt nuk kanë pas qasje në informacionet sakta. Gjithmonë janë ushqyer me çat narracionin e një anshëm, narracionin e pasakt mbi të kaluamën dhe kanë ardhur me ide se ata kanë qenë viktimë, pra komuniteti i tyre kanë qenë viktima ndërsa të tjerë kanë qenë agresorë kështu me radhë. Mirë, po pas debateve të ndryshme, ngadalë kanë filluar që të, si them, ta pranojnë atë se çka ka ndodhur, pra narracionin e saktë, duke u ballafaquar sigurisht me evidenca, me prova, me gjitha ato. Të rinjt janë, mendoj, ende të gatshëm, edhe pse ka momente kur ne ndjejmë që po radikalizohen, edhe kjo po ndodh prej politikës ditore, qoftë në Serbi, po qoftë edhe te na, mirë, po debati gjithmonë është shumë, çush më thonë, i domosdoshëm edhe është sherus, e gjejnë gjuhën e përbashkët edhe në raste kur nuk pajtohen për pika të caktuara, debati është shumë i rëndësishëm. Tek e fundit, që diskrepanca etnike respektivisht mes shqiptarëve dhe serbëve për dallim nga vende të tjera, Bosna dhe Kroacia, është duke u rritur. Këtu po ndikon edhe mosnjohja e gjuhës së njëri tjetrit, mos dëgjimi i lajmeve,
do më thonë, po jetojmë shumë afër njëri tjetrit edhe nuk dim asgjë për njëri tjetrin. Dhe normalisht në këto rrethona, duke u shqyrë pak edhe me politikën ditore, po krijohen paragjykimet, stigmatizimi dhe në fillim e shohin njëri tjetrin si qenë këtë ndryshme, mirë po pas diskutimeve e shohin që janë paga shumë njëjtë, që i kanë brengat e njëjta, i kanë problemet e njëjta, mirë po e kanë kriju paragjykime. A mundi me na ndonjë përvojë pozitive, me qenë se jemi këtu në këtë qendrën e dokumentimit që është edhe si hapësirë edukative, ku vinë të rinë dhe i vizitojnë këtë ekspozitë. Ndonjë përvojë pozitive ku ndonjë qytetar qoftë i komunitetit shqiptar apo sërb ka reflektuar mbi atë se çka ka ditë për narracionin e luftës edhe çka ka mësuar këtu në këtë qendër dokumentimit. Neve na e thojnë rregullisht studentët cilët vijojnë shkollën tonë verore, pra i kem ne zakonisht i japim edhe disa fletë të evaluimit asaj se çka kanë mësuar gjatë shkollës verore dhe gati 90% rasteve e vetë e shënojnë se kanë mësuar shumë gjëra të reja që kanë pas information, kanë qenë të informuar keq në kalumen, po sidomos vizita në ekspozitën a ishte njëherë që kur mos qoftë po treguohet të jenë shumë frydhënëse, shprehja e empatisë ndaj viktimave pa marrë parasysh cilit komunitet është e jashtëzakonshme. Ne shumë shpesh me pjesëtarët e vijus të shkollës verore organizojmë vizita tek vendet e krimit, bisedojnë me familjarët viktimave dhe ato janë momentet jashtëzakonshme ku në sytë e këtyre të rive e vren qatë empatin me të vërtet pa marrë parasysh ndaj se cilës etni i takojnë viktimat. Këto ne mujmë i pa në praktik, do më thonë gjatë punës me të rinë. Se për me ndonë një përvoj personale, pëse kena nashta paragjykime për komunitetin sërb këtë rast, që kemi qenë si dy shtetet përfshira në luftë, është kur e pyeta një qytetar në Serbi se ç'është është narracioni në literaturën e Serbisë për ata që ka ndodhur në konfliktin 98-99 është që ka shumë pak informata në librat e historisë mbi ata që kanë ndodhur në luftë. Ato thonë vetë se në këtë rast NATO na kanë bombarduar neve dhe na çështë na kanë pa pas kurrë problemi, ata na kanë sulmuar neve. Kështu që ka shumë pak dhona mbi ata se çka ka ndodhur në Kosovë. E kjo mundësi që gjithë ata studenta që prej Kosovës, që prej Serbisë më ardh këtu në qendrën e dokumentimit është një mundësi që ata me reflektu edhe me pa me vërtetë se çka ka ndodhur në luftë. Bekim Kurina këtu te kjo qendra e dokumentimit. Çka mund me pa çka përjeton një vizitor, i ri, kushdo që do me ardhë edhe me njoftë këtë qendër dokumentimit dhe ata se çka ka ndodhur në luftë. Çka mundet me përjetu një vizitor kur vje këta? Në fakt, qendra e dokumentimit ekziston që nga viti 2017 dhe ne kemi pas shumë ekspozita dhe kemi organizuar debate, projekcionet, filmave dokumentar, këtu kemi organizuar shumë aktivitetet ndryshme, mirë po këtu nga viti 2019 në mënyrë permanente është ekspozita, na ishte një herë që kur mos qoftë, e cila i kushtohet 1133 fëmijëve që janë vrarë apo janë zhduk si pasojë e luftës në Kosovë. Janë tri hapësira kryesore të ekspozitës, është në hymje, pra vizitorët ballafaqohen me mbi emnat e këtyre fëmijëve. Pastaj një hapësinë i dedikohet rrëfimit të Gramos Berishës, i cili ka qenë 10 vjeçar kur kishte humbur shumicën e anëtarëve të familjes vet përpas nënës. Dhe kjo hapësina kryesore përmban dikon rreth 40 gjësende që i kanë taku fëmijëve që janë vrarë gjatë luftës në Kosovë dhe secili ka një narracion shkurtër mbi fëmijën dhe gjësendin i cili është i ekspozuar këtu. Normal ne ju kemi shmang gjithsesi ju kemi shmang pamjeve grafike, pra nuk kemi dashur që në këtë ekspozitë e cila i dedikohet fëmijëve
të ketë imazhe të cilat mund të ngrejnë emocionet, urrejtjes apo çfarëdo emocioni tjetër negativ. Prandaj po mendoj mënyra se si janë ekspozuar dhe si është konceptuar kjo ekspozitë ndikon në ngritjen e vedijes vizitorëve, sidomos trive, mbi atë se çka sjell lufta, pse s'duhet të ketë luftë dhe sidomos krijon çat empatin për viktimat dhe familjen. Normalisht ne kemi pas këtu, kemi qenë koqir të grupeve të ndryshme të vizitorëve. Jo rrallëherë kemi pas trinj edhe nga Serbia, po edhe trinj nga Kosova, të cilët kanë ndarë njëjtat emocione si çdo person tjetër. Ne kemi edhe librin e përjetimeve këtu, pa dyshim që edhe ata shkruajnë me fjalë më të mira, me bashkëndjenjen për viktimat, me kërkesat që kur në të ardhmen mos të sjellim situatin që të ketë luftë dhe të pësojnë personat cilët janë fëmijët cilët janë krejtësisht pafajshëm. Me kemi këtu të qendra dokumentimit, jam interesuar për disa dhëna praktike. Për çdo vizitor që dëshiron me ardhur dhe me pa këtë qendër dokumentimit të viktimave të krimit të luftës, kur mund me ardhur, çfarë orë? A duhet në një mënyrë të organizuar, a duhet në përcjell email të jo? Çish mund me ardhur gjithë ata persona që dëshirojnë me pa këtë qendër? Ne momentalisht kemi një problem të vogël me hapësira këtu, kështu që kemi të pamundur që dikush të qëndroj non-stop pra gjatë orarit punës. Këtu jemi duke tentuar sa më shpejt që është e mundshme që ta bojmë orarin nga ora 1 e pasdites deri në orën 4 pasdite që ta vizitojë gjithkush, pra të jetë e hapur. Mirë, për grupet organizuara dhe për individ që janë të interesuar, ne me gjithë dëshirë e hapim ekspozitën, e prezantojmë atë në çfarëdo kohë, qoftë edhe vikendeve, sepse normalisht kjo ekspozitë duhet parë sa më shumë nga njerëzit. Gjithashtu të njëjtën kohë ekspozita është edhe virtuale, pra në webfaqen e Fondit për Drejtë Humanitare Kosovë, kushdo që futet në webfaqe mund ta vizitojë ekspozitën në mënyrë virtuale, pra të sheh gjitha elementet, lexon gjithçka mbi këtë ekspozitë. Sigurisht ndjenja më arë këtu personalisht është më ndryshe se sa me vizitu virtualisht. E qartë. Bekemi jemi drejt fundit të intervistës edhe ke kërkon jam interesu me dhënë një mesazh se lufta, sa të janë pasojat e luftës ose çfarë mesazhi dëshironi me dhënë për gjithë ato shoqëni postkonfliktuale që dalin prej luftës, sa ndikon rëndësia e dokumentimit të luftës edhe sa i kontribon paqes. Pa dyshim unë shpesh herë marr shembull luftën e Çka mund të më mësoni prej luftës tonë Kosovë? Po, më shpesh të marr shembull luftën e dytë botërore ku në përfundim të saj është krijuar një shtet i madh komunist, pjesë e cilit ka qenë edhe Kosova, pra Republika Federative Socialiste e Jugosllavisë, ku gjitha krimet që kanë ndodhur jo nga nazistët, po nga nacionalistët dhe këtyre popujve që jetojnë këtë hapësinë dhe sidomos nga sistemi komunist, janë futur në teped me shpresën se ato do të harrohen dhe Jugoslavia do të ekzistojë, do të jetojnë në bashkim dhe vllaznim të popujve përgjithmonë. Kjo nuk është mënyra e mirë, sepse në mungesë të debatit mbi të kalumen, dhe të ballafaqimit të fakteve mbi atë që ka ndodhur, popujt dhe individ nuk harrojnë. Po në mungesë të ballafaqimit të fakteve krijojnë narracione të pasakta, bazuar në një entitet dhe krijojnë paragjykime. Urrejtja është aty edhe pse nuk shfaqet, por në momentin kur paraqitet mundësia për një dhunë, ajo do të ndodhë, që ka ndodhë në vitet e 90-ta në ish Jugosllavi. Luftat më të përgjakshme mas luftës dytë botërore ka ndodhur në ish Jugosllavi. Unë mendoj që edhe për faktin që nuk është trajtuar e kalumja dhe në mungesë saj ka shpërthy dhuna kur janë kriju kushtet. Çfarë do të thonë është që e kaluara
duhet mu trajtu, sa do që është i dhemshëm ai proces, sa do që dikush mendon që do të krijon urrejtje, armiqësi. Megjithatë, është e rëndësishme mu trajtu, me ardhë e vërteta, mu pranu viktimat. Nga të gjitha palët, sigurisht institucionet duhet me bë maksimumin për mos sjell drejtësi për viktimat, po edhe nëse ajo nuk mrrihet plotësisht spaku, kudo që është e mundshme që të ndjeken penalisht kryes të krimeve, ajo duhet bërë. Po ideja është që pranimi i fakteve është shumë i rëndësishëm apo është hapi i parë drejt një bashkëjetese paqësore në të ardhmen në këtë rajon. Bekim, kur jemi të fushëkrimi i organizatës i Fondit për Drejtën Humanitare, për edhe ju në këtë rast si aktivist, kur mendoni se misioni juaj ka mu përmbush në dokumentimin e krimeve të luftës? Kur përmbusheni për punën që ne të realizum? Mendoj që kemi hala shumë punë për të bërë. Ne tek tani kemi fillu mu marrë me memorializimin. Ka një hapësinë të jashtëzakonshme për me trajtu të kalumen përmes artit, përmes ekspozitave. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, po duke marrë parasysh që nuk o bërë shumë edhe në zyrtarizimin e narrativeve, nuk është bërë shumë ose fare pak në drejtësinë për viktima, neve në mbetet edhe një punë ende shumë e madhe. Normalisht, nëse jemi nga fundi i dokumentimit të një kategorie të viktimave, si që janë të vrarët dhe të zhdukurit, ka punë për mu bo me familjet e tyne, me gjeneratat e reja tyne, kështu që nuk e shoh që na jemi afër përfundimit misionit tonë, dhe asnjëherë nuk jam i kënaqur me atë çka kemi mrritur, duhet bërë më shumë. Cili kish me qenë mesazhi juaj, me qenë se jemi edhe drejt fundit në këtë rast promovimin e drejtësisë tranzicionale, tek të rinë, tek institucionet qeveritare, çfarë mesazhi kishit dashur me kalu në promovimin e drejtësisë tranzicionale edhe paqes së qëndrueshme? Po mendoj që sidomos për të rinjt është shumë e rëndësishme që ta njohin të kaluarën e vetë, mos të edukohen, po. Përfundimisht po, dhe përveç ta njohin historinë e afërt, vitet e 90-ta, luftën, të jenë të interesuar edhe se si shoqëritë tjera e kanë të kaluarën e vetë, duke mësuar për të dhe duke trajtuar në mënyrë duhur. Pra, është kushdo që krijon një paragjykim për diçka, paraprakisht është dashur të studioj pak, të mësoj pak mbi këto procese dhe pastaj ta sjell konkludimin. Dhe përfundimisht me shfrytëzu rastin që kushdo që është i interesuar me vizitu këtë qendër të dokumentimit dhe më bashkëbisedu me mua dhe stafin, janë të mirëseardhur gjithmonë. Faleminderit Bekim për këtë mesazh edhe një këtë call to action që është mënyra më e mirë që është mu promovu drejtësia tranzicionale që është vizita në këtë qendër të dokumentimit. Bekim, faleminderit shumë për kohën edhe kontributin në këtë aktivitet, duke i dhënë rëndësi qendrës dokumentimit edhe në përgjithësi aktivitetit dokumentimit krimeve të luftës në Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve dhe ishte kënaqësi.